është jas një përshkrim i bukur për shpresën tek Hebrejve 6:13. Kjo shpresë që ne kemi është si çfarë? Është si një spirancë e sigurt dhe e patundur. Prandaj shumë shpesh shpresa ka atë simbolin e spirancës, edhe si besimi ka simbolin e kryqit, edhe si dashuria ka simbolin e zemrës. Edhe kjo shpresë që kemi te Perëndia është një spirancë e sigurt dhe e patundur që na mban të lidhur. Cili është qëllimi i spirancës? Tash unë kam bërë ushtrin Marin vjen fjalë e madhe se e lidhe me marinë amerikane, po kam bërë ushtrin det në Bishpall, edhe varka jon kishte spirancë, çdo vark, çdo anije kishte spirancë. Edhe spiranca e bën atë varkën, atë anijen të qëndrueshme. Në fakt të gjithë mjetet lundruese e kanë sepse ju duhet në mes të ujis për të rregulluar stabilitetin edhe për të qenë të qëndrueshme. Ashtu është shpresa për ne. Shpresa se spiranca se na mban të qëndrueshëm, kur ka tensione, kur ka furtuna, ndryshe pa shpresë, ndryshe në rastin e mjeti pa spirancë, e merr rryma, e merr era, e çon nga doj. E njëjta gjë për ne, edhe jeta jon. Pa spirancë, pa këtë gjën, do na marri rryma, do na marri trendi, do na marri era sepse e ka shumë të lehtë. Ja një foto me spirancë, sa e madhe që ja kjo, ndurës, që ja një ndryshme akoma. Apo jo. Shiko, tjetra, që është tjetra? Këtë foton tjetër to janë të gjitha zinxhir spirancë, edhe shko te foto tjetër. Edhe është, shife krahasoje spirancën me atë burrin. Shife se sa gjigande është matematika është e tillë. Sa më e madhe anija varka, aq më madhe duhet spiranca. Edhe në këtë rast ka kushti se sa e madhe ka qenë spiranca ajo anija që e ka mbajt këtë gjën, është e njëjta matematik për jetët tona. Sa më të mëdha duam që t'jenë jetët tona, aq më e madhe duhet që t'jetë edhe spiranca. Edhe në shiko, nëse nuk do spirancë, edhe do që të shkosh me gjithë, edhe shkojnë gjithë te, ti shko këte, shkojnë gjithë te, ti shkojnë, nëse gjithë po bëjnë hile, edhe unë po bëj hile si gjithë, nëse gjithë po bëjnë sigur po mësojnë shkollë, edhe unë po bëj sigur po mësoj, edhe nëse gjithë bëjnë sikur po punojnë, edhe unë po bëj, nëse gjithë bëjnë sikur janë të lidhur vetë për të bërë seks me atë gocën, edhe unë ashtu po bëj, nëse gjithë po ikin nga sytë këmbët pa menu fare, edhe unë ashtu po bëj, nëse do këtë lloj jete, ty s'të duhet spirancë fare. Nuk të duhet spirancë. Thjesht lëshoje veten edhe hik, nga ti iki turma, edhe ik mas turmës është shumë kollaj. Por e vërteta është jo. Çdo lloj kulture, çdo lloj kombi, çdo lloj personi që ka heq Perëndin nga jeta e tij, automatikisht ka i shpresën. Automatikisht ka i shpresën dhe kur ke shpresë është të fuqizon jetën, edhe madje tamam, nëse ti do që jeta jote të jetë e vogël, as mos e mendo për shpresën. Thjesht ik me turmën, por nëse ti do që jeta jote të ketë ndikim, të jetë e fuqishme, të jetë me influencë, të jetë me ndikim, spiranca duhet vi duke u rritur, duke u smadhuar, ndërkohë që jeta dhe ndikimi jot vjen duke u smadhuar. Dhe shiko, është sepse e vërteta që si pëlqen asnjëri, po është e vërtet, jeta ka fortuna. Sidomos nëse ti tenton që të zmadhosh ndikimin në emër të Krishtit, e vërteta është që do të presin shumë stuhira nga gjithë nivelet. Stuhira frymërore, stuhira shëndetësore, stuhira në gjithë nivelet. Prandaj të duhet spiranca e fortë, edhe qëndrueshme, edhe e madhe. Edhe pyetja mund të jetë, ore, ku ta gjej këtë lloj spirance? Ku ta gjej këtë lloj spirance? Ose njerëzit natyrshëm ku i gjejnë spirancën? Ku kapen kur i zej fortuna? Na herë njerëzit kapen te ndek peme. Njerëzit kapen kur i zej fortuna ku t'i zej dora. Thjesht sa me kalu këtë orën e fortunës. Thjesht sa me kalu këtë stuhinë, se prap do kthehem aty ku isha, por ne na duhet diçka e qëndrueshme dhe nxitja ime do ishte kjo. Shpresa e vërtet bazohet tek fjala e Perëndis, jo në gjykimin ton,
si shtojtë fjalët e urta, jo në gjykimi, jo në matematikën tonë, do bëj këtë se kjo ma zgjidh punën, do bëj këtë se kjo ma zgjidh punën, jo në gjykimin tonë, por te premtimet e Perëndis, jo ça ndjej, jo ça dua, çfarë ka thënë Perëndia, jo ça imagjinoj, çfarë ka thënë Perëndia, ça premtimesh ka dhënë ai. Hebrejve 6 thuhet, Perëndia i premtoi Abrahamit, edhe mbajti fjalën. Edhe Abrahami u kap pas premtimit, dhe pse u desh disa vite për ta pa. U kap pas premtimit Perëndis, me u kap pas një spirancë që nuk e lëshoi, sepse për atë ishte kjo spirancë më jep siguri. Edhe përkthyme shqip do ishte Perëndia është i besës. Tek ai mund kapesh, sepse është burri i besës. Perëndia nuk ka gjini, po Perëndia është i besës. Jezusi tha, lutuni pa u lodhur. Çfarë do thotë? Lutuni pa humbur shpresat. Edhe kjo është zgjedhje që ta kesh me vete sa herë që vin furtuna, që mos të zër paniku, po të kujtosh ku është shpresa ime. Është e Perëndia, do vazhdoj të lutem, ta lavdëroj në kohë të mira dhe të komgull në kohë të vështira. Po kërkoja në chat, edhe në Google, edhe po kërkoja këtë gjë. Çfarë mund ta vjedh shpresën, marradhit 10 gjëra. Edhe me detaj. Sa imi është shoku mirë chati. E përdor nga njëri nga ju? Nga njëri. Gjithë e përdorim. Se është bëu kështu. Shiko, te shkolla Martinit, ku është Martini, është orë mësimi si të përdorish chatin. Edhe si ta përdorish tamam chatin, se duket që ai do rri gjatë me ne, edhe sugjerimet ishin, chati është mësues privat. Trajtoje si mësuesi jot privat. Jo copy-paste, por që i sjell idetë edhe ai të ndihmon të uzon rrugës, kështu që nuk po e lavdroj më shumë se ç'duhet, por e pyeta edhe pash këto idetë që nxorri aty. Ka shumë gjasa që 10 ka thënë ai, po mund të jenë 20, mund të jenë 30, mund të jenë më shumë se 10 ide. Pa e ta shohim 10 ide, çfarë na e vjedh shpresën? Çfarë mund të jenë? E para ishte ta vjedh shpresën kur ndihesh vetëm ose i braktisur ose i lëm pastore. Kur s'ke asnjëri afër. E dyta, kur ke sëmundje kronike dhe siklete fizike që nuk e kontrollon dot ecurinë. E nuk e di se çfarë do ndodhi. Edhe e treta, ku nuk shikon qëllim në atë që bën, po punon, po nuk e di ku do të çojë, edhe ku ç'a drejtimi do vija, ç'a do të sjellë ajo puna. Edhe është ndonjëherë ajo që nuk durohet është lodhja pa qëllim, po lodhem, po ku po më shkon. E katërta, kur humb një person të dashur ose ndodhin gjëra të rënda, aksidente të tilla. E pesta, kur nuk ke gjërat që të duhen shumë, po s'ke ku t'i gjesh, të duhet një mundësi e re, të duhen ca lek më shumë, të duhet fuqi, por nuk po e gjen. Edhe gjashta, kur ke bërë diçka të keqe, faji, turpi, keqardhja e vazhdueshme është një nga gjërat që e vjedh shpresën, kurse fal dot veten, edhe kurse heq dot mendje nga ajo gjë, ja. Shtata, kur të ka lënduar dikush që të ka tradhtuar, ose ndarje, ose divorci, ose këto plagët e thella, prodhojnë hidhërimi prodhon zemërim, edhe këto të dyja bashk e vjedhin shpresën. Teta, kur të ndohesh vazhdimisht, edhe vazhdimisht nuk thu dot jo. Të ndohesh e plup. Është një gjë e përsëritur, sa që të ndohesh të vjen natë me veten, shikoj unë e di që kjo është e mirë, prapë përfundova aty, edhe kjo e vjedh shpresën kur nuk e forcë, si thuhet Romakëve 7. Romakëve 7 thotë, atë që dua të bëj, nuk e bëj dot. Atë që s'du të bëj, atë shkoj e bëj. 9, kur ndjem frikë të vazhdueshme, edhe kjo e vjedh shpresën. Edhe 10 është kur humbja është e sigurt të ikën shpresë. E këto ishin 10 arsyet që i ka hulumtuar, i ka kërkuar, nuk e di ku i kërkoi, por më dukeshin shumë reale. Në njëri për ju mund ta gjej veten ke një ose unë gjeta veten ke 2 ose 3 nga ato që megjithëse në momente të caktuara ma kanë vjedh shpresën ato gjëra, por ajo që është e veçantë, ka gjasa që thash, ju mund të shtoni shumë të tjera kësaj liste, dhe unë mund të shtoj ca tjera, por ajo që është e veçantë është ilaçi i këtyre të 10-ave është vetëm te një pasazh në Bibël.
Ilaçi këtyre është vetëm tek një pasazh në Bibël që është lutja e Zotit Jezus. Mateu 6, kapitulli 6, vargjet 9 deri 13. Është sigur, gjithë ato gjëra që Krishti u lut kishin në një farë me një lidhje me një nga gjërat që na i vjen shpresën. Edhe është ilaçin e pas kemi gati. Ilaç thjesht që kur kalojmë situatë të tilla, çfarë thot Krishti? Lutuni, kërkoni atit, edhe lutuni për këtë gjëra, edhe sa më shumë e kupton këtë lutje, aq më shumë shpresë do të